Sipas jush, si shërohet autizmi? Keni një metodë të saktuar të cilën e përdorni tek pacientët tuaj, apo jo? Autizmi mjekohet gjithsesi me provu, me e mjeku me vaj farave të zeza. Sepse dhe vaj farave të zeza është i bekuar dhe kështu që pse mos me provu. Një, edhe me leximin e Kuranit, do të thotë rukje, me i bë fëmijët, do të thotë në dy anë, edhe me rukje, edhe me përdorimin e vajt farave të zeza, shumë raste. A ka ndonjë rukje të caktuar? Jo, thjesht rukje për mësysh. Rukje për mësysh edhe shumë po ka sukses. Fëmijët me autizëm, dal nga dal, po zboten, edhe po i humben ato... A keni raste të shumta ju me këtë smundje? Kam raste, jo shumë të për shembull shumë thjesht një 7 raste i kam në Norvegji, pra edhe këtu kur po vinë pushim, po lajmëron mirë, po unë nuk po kam... Për kohë të shkurtër besoj që nuk mund të jetë edhe efikase, apo jo? Sigurisht se duhet, jo, 3 seansa nga 3 minuta. Unë rukjen e baj 3 minuta, edhe preferoj me marë, me pi, me përdor, me dhënë fëmijët vajnë e farave të zeza, edhe me ba dua, ka mundësi që Allah me në ndihmu për çdo rast. Po lajmëron për mirësimet e shumta. Por normal të kuptome as garancion, as premtim, por i avlen me provu. Sepse vaj farave të zeza, edhe vaj farave të zeza edhe kë nuk bën asgjë në organizëm dëm. Jo, vetëm dobi. Edhe pse për vajnë e farave të zeza e din shumë edhe të gjithë, e përdori në masë është ilaç, pothuajse për çdo smundje përpos pleqërisë dhe vdekjes. Edhe pse pleqëria dhe vdekja nuk janë smundje, por as e ka ndikimin e gjatë. A mundesh me na tregu, domethënë cilat mosha i keni këta fëmijët me autizëm? Sepse mjekësia tregon një moshë të caktuar kur mund të shërohet më mirë fëmija, ndërsa mjekimi në stade më të larta, domethënë kur fëmija është për shembull mbi 5 vjeç, janë më të vështira për të trajtuar. Gjithsesi autizmi lajmërohet kur i mosh 2 vjet. 2 vjet i gjysmë parafrasisht, aty lajmëron shenjat e para se deri në 2 vjet fëmiu mundet edhe nuk vren aq shumë se fëmiu e ka është i unt, është i uritur, është ndoshta duhet me ndru pampersën e disa nevoja të vjetra fiziologjike. E kur i bën 2 vjet fëmiu pak fillon mundohet pak me u shpreh, me fol diçka, edhe pak me kontaktu më kon social me rrethin, me prindët, normal me prindët, domethënë me nanën, me babën edhe me rrethin me të gjithë anëtarët e familjes. Aty pastaj prindi e vrin që po i mungon në një farë forme një mungesë e komunikimit, edhe fëmijë kur po e thirr, ti fëmijë 1 vjeçar mundesh me thirr, po ti mos prit ndonjë përgjigje ose ty më thon urdhna bab. Por fëmijë 2 vjeç. Për të paktën një kontakt verbal ta ketë. Po thirr fëmijën 2 vjeç, fëmijë nuk pikushton në nësi, po ndëgjon, mirë po nuk po kthehet. Edhe njerë 2-3 për thirr fëmijën, po i del përpara, fëmiju nuk po don absolut as me shiqu babën. Kjo një shenjë që unë po e thon për autizëm. Edhe normal që po e dërgojnë te mjeku familjar, sigurisht pedagog, edhe ata po e diagnostifikojnë më saktë. Edhe smundjet epileptike, edhe këto po ka shumë raste ku ne në rregull 2-3 vjet kur është mirë, po kur i bën 7-8 vjet, po fillojnë ato me u shfaq më agresive. Fëmijët thjesht po rxohet pa asnjë arsye, po fillon me u shkumo, edhe syt po i zbardhen, sulme shumë të rënda, po. Prindi kur po sheh ashtu normal që po traumatizohet, pe qenë me njerë të mjeku, mirë në bazë spjegimeve, në bazë shenjave, në bazë simptomeve, po ka mundësi me qenë smundje epileptike. Janë disa metoda. Mirë po edhe ato tableta që po japën këtyre nuk janë, asese nuk janë të garantuara. Por ato përdorimi atyre medikamenteve për kohë të gjatë kanë efekte ansore të tjera, ose ndikojnë negativisht në zemër, ose ndikojnë negativisht në memorje, sepse në bazë nervore, në tru ndikon, edhe kështu që janë disa, të them se po duhet shumë e hulumtu, janë disa metoda me këto, me instrumente më të reja, ku po ja përcjellin edhe ëndrat. Edhe ëndrat, kur po hyn personi, pacienti, kur po hyn në atë fazën e ëndrave, me i pa, aty po i dallojnë disa shenja
disa deformime, disa çrregullime në tru, dhe aty po e vërtetojnë se bëhet fjalë për një smundje epileptike.